Rusia nisi një nga sulmet e saj më të mëdha ajrore në Kiev në më shumë se 3 vjet luftë dhe goditi një repart materniteti në qytetin jugor të Odesas në sulme që vranë të paktën 2 vet. Bombardimet e NATO-s pasuan sulmin më të madh me dron të Rusisë gjatë luftës në Ukrainë të hënën dhe ishin pjesë e bombardimeve të intensifikuara që Moska i quan hakmarrje për sulmet e forcave ukrainase ndaj Rusisë. Shpërthime të forta tronditën Kievin dhe shpërthime e zjarre ndriçuan qiellin në orët e para të mëngjesit të së martës, duke lënë re tymi të dendur mbi qytet, thanë dëshmitarët për Reuters. Të paktën 4 vet u dërguan për trajtim në spital, pasi 7 nga 10 lagjet e kryeqytetit u goditën fuqishëm, thanë zyrtarët e vendit. Sot ishte një nga sulmet më të mëdha ndaj Kievit, deklaroi presidenti Volodymyr Zelensky. Sulmet me raketa ruse dhe dronët iranian Shahid i mbytin përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe të tjerëve në mbar botën për të detyruar Rusinë të hyjë në bisedime për paqe, deklaroi Zelensky. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia kishte lëshuar 315 dron në të gjithë vendin, nga të cilët 277 u rrëzuan. Të 7 raketat të lëshuara nga Rusia u rrëzuan gjithashtu. Alarmet për sulme ajrore në Kiev dhe shumicën e rajoneve të Ukrainës zgjatën 5 orë deri në orën 5 të mëngjesit, edhe pse Moska dhe Kievi kanë zhvilluar 2 raunde bisedimesh të drejtpërdrejta për paqe në javët e fundit. I vetmi përparim i prekshëm ka qenë një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve të luftës, dhe Rusia ka vazhduar të përparojë përgjatë vijës së frontit në Ukrainën lindore.